A di çka do me thonë të ndëruar xhamatli, një namazli të shtëpia. Edhe me dek ti dikush pa namaz, wallahi ka me të moralloj llogari. Po nëse ai ka këmbgul mos mu fal, në rregull. Ama ti për ditë dash mi kallzu, çu falu Allah. Çu babës falu, çu nanës falu, çu axhës falu, se në xhenem ki me shku qështu. Një ditë ka qenë ekspedit Omar Khattabi dhe ka pa një prift në sinagogë larg diku me një mal. Dhe ka fillu me kajt. Ato të pranishëm ka menu ku me dit. Zare pse kena me hemyt tash. Ka thonë jo, lena ti. Ka thonë po pse i tu kajt? Ka thonë jam tu kajt, çfarë sikleti e ka izolu vetën pikësaj bote edhe në fund hin xhenem. Ç'ta ke tu kajt? Gjithë këtë siklet e kam mshel vetën me tesha trasha, me tresha të leshta. Ti bon me tatina i badet Allahu xhelal në fund hin xhenem. A nuk ka për të më kajt? Ka thonë begati e madhe Islami Zoti xhelalu. Sa kanë nevojë njerëzit me u çu Islamin dhe Zot. Islami është xheneti i Zotit tokë. Islami është xheneti i Zotit tokë. Duhet me ja u prezantu njerëzve në mënyrë më të mirë që të hinë xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Duke filluar pi familjarëve. Mos e le. A di çka do me thonë të ndëruar xhamatli, një namazli të shtëpia. Edhe me dek ti dikush pa namaz, wallahi ka me të moralloj llogari. Po nëse ai ka këmbgul mos mu fal, në rregull. Ama ti për ditë dash mi kallzu, çu falu Allah. Çu babës falu, çu nanës falu, çu axhës falu, se në xhenem ki me shku qështu. Për ditë ti. Andaj shiko pejgamberi alayhis salatu wassalam. Në ditë për ditëve kalon një xhenazë. Kalon një xhenazë. Jehudi. Edhe u çun kam pejgamberi sallallahu. Sa u thanë, Resulullah se Jehudia, qafir. Apo Vezër, a mune para më farë rahmeti ka pas pejgamberi alayhis salatu wassalam. U çun kam tha, po vdekja e trishtueshme. A çka më interesant çka tha? Qish mundet tha një shpirt me ik për në xhenem a unë e gjallë? Si mundet një shpirt me ik për në xhenem a unë e gjallë? Rast tjetër pejgamberi alayhis salam i kallzoi se një jehudi gjali vet u ka smue. Edhe u ka smu para deke. Ka thonë shpejt shkojnë ataj. Kur ka shku taj, i ka thonë Kull la ilaha illallah, thuj la ilaha illallah dhe unë jam i dërguri Allahu. E ka këshirë babën e vetë, ka këshirë pejgamberi alayhis salam. Baba vetë ka thonë ngoje Muhammed alayhis salam. Dhe ka thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammed rasulullah dhe ka ndrujit. Që ka thonë pejgamberi alayhis salam? Alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi. Alhamdulillah, Allah e pështoj se vep muhe. Shiko momentin e fundit, në dakikin e fundit. Andaj nuk duhet asnjëherë mu dërzue.